lidert, nuk t'japin përshtypje që janë gatshëm që ta mbështesin një kandidaturë të azëm të zotit Konjufca. Sepse kanë qenë goxha të qartë edhe PDK-ja e sidomos LDK-ja sot që nuk janë të interesuar që të mbështesin një kandidat partijak ose një kandidat që në një farforme, duke qenë se zoti Kurti ka 51%, pra ka një shumicë pothuajse absolute, një farforme të japin edhe pushtetin absolut duke ia dhënë edhe postin e presidentit një personaliteti që vjen direkt nga vetëvendosja. Kështu që domethënë gjasat më të mëdha janë që të shkojmë te kjo e treta, pra që të hyjmë në një farë lloj loje me gjykatën kushtetuese që mbetet të shihet se si do të veprohet. Po emra favorit s'ka. Nuk ka. Mund të themi që në një farë forme në bazë asaj çfarë Favoriti lehtë, që thonë ato në pastore. Favoriti lehtë. Në një farë forme nëse dëgjojmë pak më mirë zotin Abdigjiku, atëherë mund të themi që për zoni Osmani ka, po them, një derë të vogël aty që mund të themi ka një gjasë të vogël. Derisk e hapur. Por prapë edhe ajo nuk është asgjë sigurt, sepse në fund të ditës LDK-ja me gjithë dëshirën që mund ta ketë eventualisht ti ndihmoj zonjës Osmanin këtë rast, zoti Abdigjiku e bëri qartë që nuk e kanë fuqinë e votës për të propozuar jo zoni Osmani, por as dikë nga LDK-ja, po t'ju japet mundësia, nuk e kanë fuqinë ta bëjnë një gjë të tillë, sepse nuk kanë mundësi ti sigurojnë 30 nënshkrime që ju duhen patjetër. Kështu që është një situatë goxha e komplikuar dhe njëjtën kohë e pakuptueshme kushtrim. Domethënë është bë goxha zor edhe me